Pas aludimeve të ngritura në rrjet për tentativë fshehje të vdekjes së një turiste në Palas, policia e Vlorës ka dalë me reagim zyrtar përmes të cilit zbulon dhe shkakun e vdekjes së të rest. Në reagimin e bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, bëhet me dije se më 30 korikë, rreth orës 11:45, blut kanë marrë njoftim nga qendra shëndetësore Palasës se ka mbritur në spital në gjendje të rëndë një shtetase gjermane 33 vjeç. Fatkeqësisht, pavarësisht ndërhyrjeve të bluzave të bardha, bëhet me dije se e reja humbi jetën si pasojë e një arresti kardiak. Përmes këtij reagimi, policia thekson se ngjarja e rëndë ka ndodhur si pasojë e shkaqeve natyrale, duke zbuluar kështu të vërtetën e një ngjarjeje e cila u aludua si tentativë për fshehje. Reagimi plot i Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorë, nisur nga një lajm i publikuar në media në lidhje me humbjen e jetës së një shtetaseje të huaj në Palas, sqaroi me opinionin publik. Rreth orës 11:45 të datës 30/07/2026, stacioni i policisë Dërmi u njoftua nga qendra shëndetësore e Palasës se në ambientet e saj ishte dërguar një shtetase gjermane 33 vjeç, e cila kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe pavarësisht ndihmës menjëhershme mjekësore, ajo humbi jetën. Nga veprimet e kryera paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për vdekje natyrale, pasi shtetësia gjermane dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e arrestit kardiak. Pas përfundimeve të veprimeve të para hetimore, materialet procedurale ju referuan prokurorisë kompetente për veprime të mëtejshme. Në lidhje me këtë rast, nga ana e policisë janë kryer të gjitha veprimet në përputhje me procedurat standarde të punës dhe legjislacionin në fuqi, përfundon në reagimi i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë.